Okej, ndërkohë ndalim pak tek pjesëmarrja, shifrat janë përgjithësuar deri në orën 13, ndërkohë pritet një përgjithësim i ri nga KQZ-ja për orën 15. Deri në orën 13 kanë marrë pjesë 18.40% e votuesve. Numri votuesve që kanë votuar është 367.896 nga 1.999.204, pra janë procesuar të dhënat nga 2.499 qendra votimi nga 2.557 që janë total në gjithë Kosovën. Pra kjo është pjesëmarrja totale 18.4%. Ndërkohë ndalemi komunë me komunë, nisim fillimisht sipas rendit alfabetik të komunave. Faleminderit. Kalojmë në Deçan. Në Deçan pjesëmarrja është 15.65%. E qytetarëve me drejtë vote kanë ushtruar këtë të drejtë deri në orën 13. Kalojmë në tjetër komunë. Në Gjakov pjesëmarrja është 15.11%. 8.235 kanë votuar deri këtë momente. Më pas kalojmë në Glogocë 17.15%. Në Gjilan 18.97% është pjesëmarrja. Okej, vetëm pak minuta pak sekondë sa bëhet gati. Në Dragash është 10.51% dalje në votime deri në orën 13, ndërkohë në Istog 14.75%, në Kaçanik 20.56%, deri në momentin pjesëmarrja më e lartë është në Kaçanik me 20.56%, ndërkaq Okej, faleminderit. Ngrini pak më lart, nuk dukesh asgjë. Në Klin 15.25%, në Fushë Kosovë 19.97%, dhe këtu është një pjesëmarrje e kënaqshme. Më pas kemi Kamenicën me 18.46%, Mitrovic më duket se ka një problem se janë gjitha 18.42%, ndoshta. Okej, provojmë një komunë tjetër, Mitrovica e Jugut. Leposavic, okej, në rregull, 16.16%. Lipjan, 20.1%, njësoj me Kaçanikun në këto nivel. Okej. Novobërd, komunë me shumicë serbe, 30.81% pjesëmarrja. Obiliqi ka 20%. Okej, do shohim një komunë tjetër. Rahoveci 15.75% pjesëmarrje deri në orën 13 sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në Pej jemi në shifrat e 16.45%-ve. Në Podujev kjo shifër shkon në 20.18%. Në Prishtinë, kryeqytet 22.5%, pjesëmarrja më e lartë deri në moment regjistruar është në komunën e Prishtinës. Kalojmë në Prizren, 15.59% pjesëmarrja në Prizren. Në Skënderaj 17.82%, në Shtim 20.38%, në Shtërpës kemi 24.45%, në Suajrek jemi në shifrat e 18.46% pjesëmarrje në këto zgjedhje. Ndërkohë kemi Ferizarin me 20.39%, në Viti jemi 18.39%, në Vushtri jemi 18.94%, në Zubin Potok 3.05%, janë procesuar vetëm 2 nga 15 qendra votimi, prandaj ndoshta është kjo shifër. Në Zveçan jemi në 21.5%, jemi në Malishev me 18.32%, në Gjunik 13.94%, në Mamush 26.29%, në Han të Elezit 18.71%, në Graçanis 23.22% pjesëmarrje, në Ranilug kemi 33.28%, në Partesh 19.95%,
në Klokot 15,92% dhe komuna fundit është Mitrovica e Veriut 26,67%. Okej, nga që vjetë re është pjesëmarrja më lartë është në komunat me shumicë serbe, aty është pjesëmarrja më madhe ose në komunat që janë të banuara nga minoriteti jo serb, ndërkohë komuna me më shumë pjesëmarrës është kryeqyteti, Prishtina, dhe atje kam ardit